jena të kënaqur me angazhimin e lojtarëve, kemi mbajtur disa stërvitje dhe peshojmë edhe potencialin e tyre. Ndoshta është hera e parë djemve që kanë vesh fanellën edhe po kanë një farë emocionin veti, gjë që këta nuk e pranojnë, po ne e dimë sepse paraqitjet tyre hala më e mirë duhet të qenë, po fillimisht jam i kënaqur si pjesë e parë. Nuk do të jetë ndeshja e vetme, do të thonë të zhvillojmë prapë ndeshje dhe do të shohim edhe më mirë dhe më bindse edhe lojtarë që sigurisht edhe këta kanë emocione si lojtarë tonë edhe nuk mundën me jap më të mirë. Po sa herë po bëjmë ndeshje miqësore, sa herë është mirën e kombëtarës të Kosovës edhe sigurisht edhe e musafirësh që na kanë ardhur. Fillim kom posë emocione, sepse jem një pak me stres që kom e morë, po masan e ka full edhe Bobi, ma ka spjegu që s'bëm me morë me stres. Ftesën me ke fundrejt e kom pritë, se performanca në bos performancav, na kanë shiku e kejt, po prapë se prapë e kom pritë, ma kanë thirë, e kom kryq ato që vërë. Të fillu një projekt i cili do t'jetë afatgjat, ku do t'kemi ndeshje miqësore, regioni i Luginës, U15 dhe kombëtarja U15. Ky aktivitet besoj që do të vazhdoj edhe vitet në vijim me grup moshët e reja. Mundësia e jetës, do në që më ka arë mundësia me lujtë në këtë fushë kombëtarën të Kosovës. Faleminderit që nga ka marrë mundësia, do më kjo është shumë mirë më zhvillu për talentet e ri. Isha ndi shumë i lumtur, me shumë emocione, ama dhe shumë i kënaqur për me përfaqësu vendin tem edhe vendlinit tem.